Nga data 21 qershor, vendi mund të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Kështu njoftoi gjatë mëngjesit të së premtes kompania furnizuese e energjisë elektrike në Kosovë, KESCO. Sipas saj, në mungesë të prodhimit e gjithë sasia e energjisë për konsumatorët në Kosovë do të duhet të mbulohet përmes importit. Andaj, KESCO ka bërë thirrje për kursim të rrymes, duke theksuar se importi i kësaj sasie kaq të madhe paraqet vështirësi të konsiderueshme si nga aspekti teknik, ashtu edhe ai financiar. Pasi KESCO, si kompani e furnizimit me rrymë, ngriti alarmin se vendi nga nesër mund të ketë mungesë të theksuar të rrymes, ka qenë korporata energjetike e Kosovës, i cila në hyrjet e komunikates tha se operimi i njësive të tyre prodhuese vazhdon normalisht dhe nuk ka asnjë kolaps prodhimi. Megjithatë, KEKU tutje në komunikat ka bërë me dije se në operim është rikthyer vetëm njësia A3. Njësia B1 parashihet të rikthehet brenda 48 orëve, ndërkohë që po punohet maksimalisht për rikthimin e operim edhe të njësive tjera të termocentralit Kosova A në ditët në vijim. Përndryshe, KEK pasdite ka reaguar edhe një herë duke theksuar se A3 po prodhon 110 MW për orë dhe B1 263 MW për orë, ndërsa sipas Agjencisë së Statistikave, vetëm gjatë muajit prill konsumi i energjisë elektrike ishte 436.33 GW për orë. Kosova ka rritur sasinë e importit të energjisë elektrike në vitet e fundit për t'i mbuluar kërkesat e konsumatorëve përballë mungesës së prodhimit. Vetëm nga janari deri në nëntorin e 2024-s, Kosova ka importuar energji me vlerë mbi 114 milion eurosh.